O Zot, sa i bukur jam, sa bukuria ime është dia që kam thithur nga të gjitha autorët e lashtë, Romak dhe Helen. Dhe ata thonë që ka një lidhje të jashtëzakonshme midis besimit kristian dhe i lirëve. Tre njerëzit e zgjuar që erdhën dhe sollën dhurata kur lindi Jezu Krishti, quheshin magoi në helenisht ose magi në gjuhën romake. Kush ishin magi? E pra kjo fjalë ekziston në fjalorin e gjuhëve indo-europiane. Magus në latinisht, magos në helenisht, dhe këta ishin priftërinj iranian. Në të gjitha pikturat për Jezu Krishtin, këta priftërinj iranian ishin me veshje iraniane, me kostume iraniane. Në fakt, perandoria perse i solli hebrejt në vendin e tyre, sepse ata ishin dërguar në internim nga perandoria siriane dhe do ishin zhdukur komplet. Pra hebrejt janë mos mirënjohës. Populli iranian i shpëtoi hebrejt nga zhdukja e plot dhe ata tani kërkojnë të zhdukin popullin iranian. Bibla jonë është e lidhur me besimin hebre. Dhe janë pikërisht hebrejt që flasin me dashuri për magi, për magoj, dhe Mesia ose shpëtimtari do zbulohet kur tre priftërinj persian, magoj, do vinë dhe do sjellin dhurata. Atëherë hebrejt do kuptojnë që ka lindur Mesaja. Ky është Jezu Krishti ynë. Pra këto motive hebreje, persiane, kalojnë në besimin e ri kristian. Mirë po, lidhja shumë e thellë. Jo vetëm që këta priftërinj janë ata që sollën fillimin e krishtërimit dhe që caktuan lindjen e Jezu Krishtit. Këta priftërinj kanë shkuar deri në Zvicër dhe kanë ngritur qytetin Magia. Është qyteti i lirë në Zvicër. Autorët helen thotë që banorët e këtij qyteti quhen Magiates ose Magianes. Pra është emër helen. Pra është shkrirë kultura perse me atë helene dhe është krijuar një popull që helenët e quhen hylliroi, me përbuzje, ose njerëz me bisht. Nga hyllos, syshtrembër dhe aura bisht. Por këta nuk ishin njerëz me bisht. Këta kanë ngritur qytetin që është akoma dhe sot në Zvicër, Magia. Jo vetëm kaq, por këta magoj e quajnë gadishullin e Ballkanit, gadishullin e Alpeve, të albanëve. Dhe Alpet janë male të bardha me borë. Pra emri i Ballkanit është Alpet. Dhe këtë e kemi mësuar nga Enciklopedia e Bizantit. Personi që ka përkthyer këtë është një studiues me origjinë gjermane, i lindur në vitin 1522, atëherë kur ne sapo ishim pushtuar nga turqit. Ky ja vë vetes emrin Xylander, nga Xylos që do të thotë dru, dhe Xylander është një perëndi prej druri, si Buratino në italisht. Perëndia e drurit, Xylander. Dhe ishte ky Xylander, pra në vitet 1500, kur ne luftonim me shpata, i cili bën lidhjen midis ilirëve dhe helenëve. Merrni frymë thellë. Këto që po ju shpjegoj unë tani nuk janë të inteligjencës kompjuterike, ashtu ju them unë që ju ti dëgjoni filmat e mi. Këto janë përkthyer nga Xylander, që e vë emrin grek, e heq emrin gjerman, i cili e dinte që qyteti Magia ishte në Zvicër, sepse e lexon atë në Enciklopedinë e Bizantit, që jo vetëm qyteti që është Magia ose Magjia në shqip, por i gjithë rajoni quheshte Magistriki, në gjuhën e Atikës, Magistrike ose Magistrika në dialektin dorik.
merrni frymthell. E gjithë Zvicra është quajtur magjia dhe kjo është arsyeja që Zvicra ka që pasur sot. Është një vend magjik, i bukur, i mbrojtur dhe atje në mes të maleve, të Alpeve, atje jetuan ilirët e fundit. Pra, përfundimisht, që ta dini, Bibla lidhet me magët, me magoj, janë prifërim persian dhe një kulturë heleno-persiane ka mbjetuar si kultura hylluristi. E pra kjo nuk u shkonte në mend kur. Prandaj është kaq ngjashme me gjuha shqipe me dialektet iraniane. Ilirët e fundit kanë jetuar në Zvicër, aty janë mbrojtur. Ju falenderoj për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.